Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe begatia e Zotit qoftë mbi pejgamberin alayhis salam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Zoti ynë, paqja jeti, paqja dhe shpëtimi janë tek ti, shumë i lartë, dobia dhe begatia jote janë të pambarim. O i madh e dhurues, Allahu është i pastër nga të gjitha cilësitë që tregojnë mangësi. Të gjitha lavdet dhe lavdërimet janë për ty, o Allah. Zoti i botëve, nuk ka zot tjetër veç Allahut. Allahu është më i madhi, fuqia dhe forca janë të Allahut, që është i lartë e i fuqishëm. Zoti ynë, kërkojmë prej teje falje dhe largimin e të keqes prej nesh në këtë botë dhe në jetën tjetër. O mëshirues i mëshiruesve, dërgo mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam dhe vëllezërit e tij të dërguar e profet, përshëndetje sa numri krijesave të tua, i pëlqimit tënd, i peshës së arshit tënd. Zoti ynë, të mbështetemi ty nga dobësia dhe pamundësia, nga përtatësia, nga frika dhe plakja. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga zemrashpërsia dhe indiferentizmi, nga varfëria, nga poshtërimi dhe meskiniteti. Mbështetemi tek ti nga mohimi dhe herezia, nga shkaktimi i armiqësisë, nga veprimi për dukje dhe sëmundjet e tjera të këqija. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga hidhërimi, ankthi, dobësia, përtatësia, frika, kopratësia. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga dituria që sjep dobi, nga zemra që zdridhet, nga lutjet e papranuara, nga uni i pangopur. Zoti ynë, bëje burim begatie fen që e kemi mbrojtjen e gjendjes sonë. Bëje për ne të begati jetën tjetër ku është kthimi ynë. Bëje këtë jetë për ne pretekst për shtimin e gjithë llojeve të mirësive dhe dobive. Zoti ynë, kërkojmë prej teje një jetë krejt të pastër dhe një kthim tek ti që të mos na turpëroj dhe të mos i numëroj dhe dert para teje të metat dhe mangësit tona. O strehuesi të pafatve, o burim fuqie për të doptit, o shëruesi të brengosurve, o orientuesi të humburve, o Zot i lartë madhëruar, që i përgjigjesh çdo lutjeje. Zoti ynë, ti je falës, e do faljen, na fal neve. Na i fal mëkatet dhe gabimet tona që nuk rreshtin së përfunduari. Na fal ne për hir të kësaj nate kadri në të cilën ndodhemi. Zoti ynë, na bëj njerëz të plotësuar nga ana trupore, mendore dhe shpirtërore. Bashkë me dijen, na shto edhe pasurinë e zemrës, pastërtinë e shpirtit. Zoti ynë, na bëj njerëz të indeksuar në jetën shpirtërore, këmbëngulës për të qëndruar larg nga papastërtitë materiale dhe shpirtërore, vigjilent ndaj dëshirave trupore, modest e të gatshëm për të luftuar kundër sëmundjeve si urrëtia, ambicia negative, zilia e egoizmi. Zoti ynë, na bëj nga altruistët, të cilët mundohen gjithnjë që t'i dalin për Zot të drejtës e t'i shpjegojnë të tjerëve çdo gjë që ndjejnë në lidhje me botën tjetër. Zoti ynë, na bëj të durueshëm dhe të kujdesshëm. Na bëj njerëz të besimit dhe aksionit, të cilët në vend të folurit të tepërt i jetojnë ato parime në të cilat besojnë dhe që me jetesën e tyre bëhen shembull i mirë për njerëzit e tjerë. O Allah, në qëllimin ton qoftë gjithnjë e përtemja. Na bëj prej njerëzve të besimit, të cilët janë të lidhur fort pas kënaqësisë së Allahut e që vazhdimisht avancojnë në këtë udhë derisa të mbërrinë tek i shumdashuri. Zoti ynë, vendos harmoni midis nesh, sjelljet tona mos lëndofshin askënd. Mos të hami natë me asnjë njeri, mos të ndjejmë armiqësi ndaj askujt. Zoti ynë, të mos merremi me mangësitë e gabimet e të tjerëve, duke mos arritur të shohim gabimet tona. Na bëj prej atyre njerëzve që bëjnë vazhdimisht llogarinë e brendshme vetjake e që mundohen t'i plotësojnë mangësitë e tyre. Të jemi përfaqësues të së mirës dhe një shembull i mirë për të tjerët. Allahu im, na bëj të mundur të jetojmë në boshtin e Kuranit dhe Sunetit të Profetit alayhis salam, e brenda kornizës së devotshmërisë dhe vetëdijes që Zoti ekziston e na sheh në çdo moment. O Allah, të lutem ty që rinin ton ta ruash nga drejtësitë e shejtanit
dhe ta orientosh në rrugën e drejtë. Zoti ynë, profeti Muhammed a.s. na ka komunikuar që nëse në mesin tonë nuk do të ishin të moshuarit, pra prindrit, gjyshrit dhe gjyshet tona, atëherë kupola e qiellit do të binte mbi krye. Mëshiroje begatoj ata për gjithçka që kanë bërë në këtë jetë. Fali e mëshiroj ata. Shpërbleja me të gjitha të mirat në dynja dhe në ahiret. O Allah, kërkojmë prej teje ti mëshirosh dhe falësh për nder të kësaj nate të gjithë para arsit tanë besimtar, të cilët kanë kontribuar dhe shërbyer në ngritjen, ruajtjen dhe zhvillimin e fesë dhe kombit ton. Begatoj ata me xhenet. Zoti ynë, muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit dhe në këtë muaj është nata në të cilën ti ke filluar të zbresësh atë libër që është shpëtimi dhe udhëzimi ynë. Një manual në të cilin ne gjejmë zgjidhje për çdo çështje. Zot, na zbukuro me bukuritë e Kuranit, na lartëso me madhështinë e Kuranit. Bëj atë bashkëdhëtarin ton si në këtë botë, ashtu dhe në jetën e varrit. Na bëj ndërmjetës në ditën e Kiametit. Dritë në sirat, mburoj prej zjarrit, shoqërues për në xhenet, argument dhe orientues për në të gjithë mirësitë. O Allah, na i fal mëkatet me leximin e Kuranit dhe mbuloj gabimet tona me mbulesën e Kuranit dhe na drejto në rrugën e drejtë. O Zot, pastroj zemrat tona dhe mbuloj mëkatet tona. Jep ushërim të sëmurëve tan, driti fytyrat tona, mëshiroj të parët tan, ruaj familjet tona dhe atë dheun ton nga çdo e keqe dhe fatkeqësi. Zoti ynë, jepi begati, mirësi, progres dhe qetësi atë dheut ton dhe mbar njerëzimit. O Allah i madhërisëm, prano prej nesh lutjet me të cilat i drejtohemi madhërisë tënde, sepse ti je i vetmi që i pranon ato. O Zoti plot fuqishëm, i lutemi madhërisë tënde që të na udhëzosh në të drejtën e të vërtetën. Amin.